Gjesti i afrohet Eglit, i cili duket ende i tensionuar nga debatet e fundit. Ai e vështron me një shikim të qetë dhe të vendosur, duke u përpjekur të krijojë një moment reflektimi midis tyre. Egli, më dëgjo, i thot ai me një ton të butë, por serioz. Ti e ke gabim në shumë gjëra dhe po reagon në mënyrë të gabuar. Nuk duhet të më sulmosh mua kaq ashpër, sepse unë nuk jam armiku yt. Përkundrazi, unë dua të të ndihmoj dhe të shoh mirë. Egli e shikon me dyshim, duke mbledhur krahët. Ah, po. Dhe si mendon se po më ndihmon? Duke më bërë të ndihem keq, duke më provokuar dhe pastaj duke më bërë të dukem si fajtore për gjithçka? Gjesti tund kokën dhe pshërtin. Jo, Egli. Ti e ke krijuar këtë ide në mendjen tënde, sepse je e mbushur me inat. Por unë nuk të kam bërë asgjë të keqe. Nëse do të ndaleshe një moment dhe të shikoje situatën me qetësi, do ta kuptoje që unë po përpiqem të të ndihmoj, jo të të lëndoj. Egli ngrit supet dhe shikon në anë, sikur nuk do ta pranojë atë që dëgjon. Nuk e di, Gjesti. Më duket sikur ti thjesht po përpiqesh të dalesh i pastër dhe të më bësh të dukem unë keq. Gjesti buzëqesh lehtë, por serioziteti në sytë e tij nuk largohet. Nuk kam nevojë të dal i pastër, Egli, sepse nuk kam bërë asgjë të gabuar. Dhe nuk dua të bëj të dukesh keq. Unë vetëm dua që ti të mos shkatërosh veten duke u fokusuar tek gjërat e gabuara. Ndonjëherë, njerëzit që të duan të mirën nuk janë ata që të thonë vetëm atë që do të dëgjosh, por ata që të tregojnë të vërtetën, edhe kur ajo dhem. Egli e shikon pak më gjatë këtë herë, sikur fjalët e tij po fillojnë të bëjnë kuptim. Por ajo ende nuk është gati të lëshojë gardën e saj. Nuk e di, ndoshta ke të drejtë, ndoshta jo. Por për momentin dua të rri vetëm. Gjesti tund kokën me mirë kuptim dhe largohet, duke i dhënë asaj hapësirën që kërkon. Ai e di që ndonjëherë, edhe kur i thua dikujt të vërtetën, ata kanë nevojë për kohë për ta pranuar atë. Gjesti, i ulur në një qoshe të heshtur, fillon të mendojë me zë të ulët, duke folur me veten e tij. Ai ndjen një ngarkesë të madhe emocionale që nuk po e lë rehat. Pse ndodh kjo me mua? Pse sa herë që e shikoj Eglin, ndjej diçka të fortë brenda vetes? E dua apo thjesht më pëlqen të luaj me të? Pyet ai veten, duke kaluar gishtërinjtë në flokët e tij me nervozizëm. Ai merr një frymëmarrje të thellë dhe shikon përreth, duke u siguruar që askush nuk po e dëgjon. E vërteta është se kam ndjenja për të. Po, e pranoj. Por diçka më ndalon. Nuk e di çfarë është, por diçka më bllokon, më pengon të shkoj deri në fund me të. Mbase frika? Mbase krenaria ime e mallkuar? Vazhdon ai, duke përplasur duart me nervozizëm në gjunjë. Ai kujton të gjitha momentet që ka kaluar me Eglin, buzëqeshjet, debatet, lojrat, momentet e tensionit dhe ato të afërsisë. Ai kujton mënyrën se si ajo e shikon ndonjëherë, si të donte të depërtonte në shpirtin e tij, dhe kjo e frikson. Ajo më shen ndryshe nga të tjerët. Ajo ndjen diçka për mua, e di këtë. Por unë? A mund të jemi sinqert me të dhe me veten time? Pasi qëndron për pak kohë në heshtje, ai lëshon një pshërtim të thellë dhe tund kokën. Jo. Nuk mund të lidhem me të. Apo ndoshta mundem. Por çfarë nëse pastaj gjithçka shkatërohet? Çfarë nëse ajo nuk është ajo që unë mendoj? Gjesti shikon larg, sikur po përpiqet të gjejë një përgjigje në ajër, por asgjë nuk duket e qartë. Ai e kupton që pavarësisht të gjithave, Egli nuk është një vajzë e zakonshme për të. Ajo ka arritur të ndikojë në ndjenjat e tij më shumë se sa ai është gati ta pranojë. Me një buzëqeshje të hidhur, ai përshpërit, nuk e di çfarë po ndodh me mua, por diçka është e sigurt. Egli nuk më është e huaj. Dhe kjo më tremb më shumë se çdo gjë tjetër. Gjesti, me një shikim sfidues dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Eglit me një qëndrim të sigurt dhe provokues. Atmosfera midis tyre është e tensionuar, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë energjinë e rëndë që po qarkullon midis tyre. Pa u menduar dy herë, Gjesti, në një veprim të papritur dhe plot përbuzje, i bështyn në fytyrë. Një moment heshtje bie mbi dhomë.
Të gjithë mbeten të shtangur, duke mos besuar atë që sapo pan. Egli ngrin në vend dhe për një çast duket sikur po përpiqet të përpunojë atë që ndodhi. Ajo nuk lëviz, nuk fshin fytyrën, nuk reagon menjëherë. Një shikim i ftohtë dhe i thellë mbulon sytë e saj, ndërsa ajo e fikson gjestin me një vështrim të fortë dhe të pathyeshëm. Kjo është gjithë çfarë mund të bësh, thot ajo me një zë të ulët, por të mbushur me sarkazëm dhe përçmim. Gjesti, që ndoshta priste një reagim më të madh nga ajo, qesh me një ironi të lehtë dhe ngrit supët sikur të mos i interesonte. Më vjen keq, nuk e mbajta dot veten, thot ai, duke u përpjekur të ruajë qëndrimin e tij sfidues. Egli, pa e fshirë ende fytyrën, qëndron e qetë dhe e patundur. Ajo nuk do t'i jap kënaqësinë që ai kërkon. Nuk do ta bëjë skenën që ai ndoshta e pret. Në vend të kësaj, ajo merr një frym të thellë dhe me një buzëqeshje të ftohtë, i afrohet edhe më shumë. Ke mbaruar, Gjesti. Me këtë veprim, tregove kush je vërtet, i thot ajo me një ton të qetë, por të mbushur me përçmim. Ndërkohë, banorët përreth fillojnë të përshpëritin dhe të komentojnë atë që sapo ndodhi. Disa janë të shokuar, të tjerët duken sikur po shijojnë dramën, ndërsa disa të tjerë mezi i presin të shohin se çfarë do të ndodhë më pas. Gjesti e ndjen që situata nuk po shkon ashtu siç ai dëshironte. Ai priste një shpërthim, një dramë më të madhe, por Egli refuzon t'i jap atë kënaqësi. Në vend të kësaj, ajo qëndron aty, krenare, e patundur, duke treguar se ai nuk mund ta thyej dot. Dhe kjo, më shumë se çdo fjalë apo reagim i saj, është ajo që e acaron më shumë Gjestin. Jozi, i acaruar dhe me nervat në limit, afrohet me hapa të shpejt drejt Eglit, i cili qëndron përballë tij me një shikim sfidues. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë tensionin që po rritet mes tyre. Ti je një vajzë e pander, një njeri i ulët që nuk di të mbaj as respekt për veten. Shpërthen Jozi, me një ton të lartë dhe plot zemërim. Egli e shikon atë me një buzëqeshje të ftohtë, por në sytë e saj shihet qartë se fjalët e tij nuk i kanë kaluar pa lënë gjurmë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por duart i shtrëngohen fort. Mos fol pa menduar, Jozi. Se ti je i fundit që mund të më japësh leksione për nderin dhe respektin, i përgjigjet ajo, duke e shikuar drejt në sy, me një ton të qetë, por të prerë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Unë të paktën nuk shes veten për vëmendje. Nuk i afrohem njerëzve vetëm kur më leverdis dhe nuk tradhtoj ata që më kanë mbështetur. Fjalët e tij bien si thik në ajër. Banorët përreth i ndjekin me interes të madh, disa të tronditur, disa të argëtuar nga skena e tensionuar. Egli bëhet akoma më e ashpër. Ti je ai që flet pas shpine, ai që manipulon dhe bën lojra të pista. Nuk ke as pak të drejtë të më gjykosh mua, kur vetë je i zhytur në mashtrime. Jozi e shikon me një shikim të mprejtë, sikur të kërkonte fjalët e duhura për t'ia kthyer, por Egli nuk ndalet. Ajo afrohet edhe më shumë, duke e bërë debatit edhe më të fortë. Ti e di shumë mirë që nuk mund të më thyesh. Nuk mund të më poshtërosh, sado që përpiqesh. Mos haro, unë nuk jam si ata që i manipulon lehtë. Në atë moment, dhoma mbushet me një heshtje të rëndë. Të gjithë janë në pritje të lëvizjes së radhës. Jozi duket sikur do të shpërthej përsëri, por në vend të kësaj, ai vetëm e shikon Eglin me inat, pastaj largohet duke tundur kokën, si për të treguar se nuk ia vlen të vazhdojë më tej. Egli qëndron në këmbë, e palëkundur, ndërsa fytyra e saj është një përzierje emocionesh të forta. Pavarësisht gjithçkaje, ajo e di se kjo përballje nuk ka mbaruar ende. Gjesti dhe Jozi përplasen në një debat të tensionuar, ku tonet e zërave të tyre rriten dhe atmosfera bëhet gjithnjë e më elektrizuese. Gjesti, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, e shikon Jozin drejt në sy dhe tund kokën me përbuzje. Ore, ti vërtet mendon se ke ndonjë lloj zgjuarsie? I thot ai, duke qeshur me ironi. Jozi, ti je një trap i vërtet. Nuk logjikon fare, vetëm flet kod dhe përpiqesh të dukesh i rëndësishëm. Jozi ngryz vetullat dhe i afrohet Gjestit, duke e parë me një shikim të ngurtë. Shiko se me kë flet, Gjesti. Mos kujto se mund të më tallësh mua si të duash. Por Gjesti nuk tërhiqet.
Përkundrazi, ai qesh edhe më fort, duke e bërë debatin akoma më provokues. Seriozisht, Jozi? Ti mendon se po më frikson? Unë vetëm po them të vërtetën. Ti ecën përpara, por pa e ditur fare se nga po shkon. Nuk mendon, nuk analizon, thjesht flet pa pushim. Jozi shtrëngon nofullat dhe duket sikur do të shpërthej. Ti je një provokator i lodhur, Gjesti. Vetëm flet pas shpine dhe përpiqesh të ulësh të tjerët, sepse ke frikë të përballesh me ta si burr. Gjesti tund kokën dhe vazhdon me ironinë e tij. Ah Jozi, po të kishe edhe pak tru, do kuptoje që unë nuk kam nevojë të ul askën. Ti e bën vetë këtë punë për veten tënde. Unë vetëm sa e them me zë të lartë. Në këtë moment, disa banorë të tjerë që ndodhen aty nisin të qeshin me fjalët e Gjestit, gjë që e bën Jozin të skuqet nga nervat. Ai shtrëngon grushtat, por përpiqet të përmbahet, duke mos dashur të japë më shumë kënaqësi Gjestit. Gjesti, duke parë se e ka nervozuar, e përfundon me një goditje të fundit. Hajde, mos u mërzit, Jozi. Ti je një djalë i mirë thjesht pa tru. Thot ai duke qeshur, ndërsa largohet me një pamje fitimtare. Jozi mbetet aty, duke vluar nga inati, por pa mundur të gjej fjalët e duhura për t'ia kthyer. Kjo betejë fjalësh i përket Gjestit të paktën për momentin. Gjesti, me një buzëqeshje të fshehtë, afrohet pranë Loredanës dhe pa hezitim e përqafon fort në mes të dhomës, aty ku të gjithë mund t'i shohin, përfshirë edhe Jozin. Loredana nuk nguron t'ia kthej përqafimin me një buzëqeshje provokuese, duke e bërë skenën edhe më të dukshme dhe të qëllimshme. Nga ana tjetër, Jozi, i ulur në një cep të dhomës, i ndjek me sy çdo lëvizje të tyre. Fillimisht përpiqet të duket sikur nuk i intereson, por duart e tij shtrëngojnë në vetëdijshëm krahët e karriges dhe nofulla i forcohet. Ai mundohet ta fshehë xhelozin, por vështrimi i tij i ftohtë dhe i ngulur drejt Gjestit e tradhton. Çfarë po ndodh këtu? Thot ai me një zë të ulët, por të tendosur, sikur po flet me veten. Loredana, që e kupton menjëherë efektin që po ka ky veprim mbi Jozin, buzëqesh dhe e ngjesh edhe më shumë trupin e saj pas Gjestit. Gjesti është shumë i dashur sot, thot ajo me një ton lozonjar, duke e ditur se këto fjalë vetëm sa do të acaronin më shumë Jozin. Gjesti, që e ka kuptuar lojën e Loredanës dhe efektin që po krijohet, vendos ta çojë edhe më tej provokimin. Ai e përqafon edhe më fort dhe e shikon drejt në sy Jozin, duke ngritur vetullat në një mënyrë sfiduese. Po, e vërtet. Loredana e meriton pak vëmendje të veçantë sot, thot ai me një buzëqeshje të lehtë, ndërsa me njërën dorë i përkëdhel lehtë shpatullën. Jozi merr frym thellë dhe mundohet të mos reagojë, por sytë e tij tashmë janë mbushur me një shkëlqim të ftohtë. Ai dëshiron të shpërthejë, por e di që nëse e bën, do të duket sikur po pranon që po ndikohet nga kjo skenë. Bëni ç'të doni, thot ai në fund, duke u ngritur në këmbë dhe duke u larguar nga dhoma. Por edhe pse ai largohet, të gjithë e kuptojnë se truri i tij ka marrë flak dhe se kjo lojë e vogël mes Gjestit dhe Loredanës ka arritur efektin e dëshiruar. Loredana, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shkëlqim ngacmues në sy, i afrohet Gjestit ngadalë, duke e vëzhguar reagimin e Jozit nga cepi i dhomës. Ajo e di mirë që ky veprim do ta tensionojë situatën, por pikërisht këtë synon. Gjesti, më ke munguar sot, i thot ajo me një zë të ëmbël, ndërsa e përqafon papritur fort, duke e mbështetur kokën në supin e tij. Gjesti e shikon me habi për një moment, por pastaj, duke kuptuar lojën e saj, vendos të mos e prish skenën. Ai buzëqesh dhe ja kthen përqafimin butësisht, ndërkohë që shikon drejt Jozit, i cili tashmë është ulur, me nofullat e shtrënguara dhe me një vështrim të mprehtë. Pas ka ndryshuar klima këtu, thot Jozi me ironi, duke kryqëzuar duart dhe duke u munduar të mos e tregojë nervozizmin e tij. Loredana, sikur të mos kishte dëgjuar fare, vazhdon të qëndrojë pranë Gjestit, madje vendos dorën mbi gjoksin e tij dhe qesh bull. Po, klima është shumë më e ngrohtë këtu pranë Gjestit, thot ajo me qëllim, duke e ditur që kjo fjali do të ndezë më shumë xhelozinë e Jozit. Gjesti, duke parë reagimin e Jozit, e mbështet lojën e Loredanës dhe i afrohet edhe më shumë, duke e vendosur dorën rreth belit të saj. Duket se dikush po bëhet xheloz, thot ai me një buzëqeshje provokuese, duke e parë drejt në sy Jozin.
Jozi shtrëngon Nofullën dhe më në fund ja kthen, Loredana, nuk ke pse bën këto skena për vëmendje. Dihet që loja jote është thjesht për të macaruar. Por Loredana thjesht qesh dhe shtrëngon krahun e Gjestit edhe më shumë. Oh, Jozi, e di që s'po më mbjeton dot pa vëmendje, por ndonjëherë është mirë të dish kur të tërhiqesh, thot ajo me një buzëqeshje ngacmuese. Situata mes tyre sa vjen e bëhet më e tensionuar, ndërsa Gjesti vazhdon të mbaj lojën e Loredanës, duke parë se si Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por në sy i lexohet qartë që nuk i pëlqen as pak ajo që po ndodh. Egli, me një shikim serioz dhe ton të prerë, i drejtohet Gjestit ndërsa ata të dy qëndrojnë vetëm në një cep të shtëpisë. Ajo e vështron drejt në sy, duke e bërë të kuptoj se po flet me gjithë sinqeritetin e saj. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo, duke marrë frym thellë. Ti ndonjëherë nuk e kupton se çfarë ke pranë. Unë nuk jam si vajzat e tjera, unë nuk jam thjesht një kalim kohe për ty nëse dikush si unë të ka qëndruar pranë gjithë këto kohë, duhet ta çmosh këtë gjë. Gjesti, i befasuar nga fjalët e saj, e shikon për disa sekonda pa folur. Pastaj, duke buzëqeshur paksa me ironi, i përgjigjet, Egli, ti e di që unë të vlerësoj, por pse gjithë kjo dramë? Nuk jemi në një telenovel. Egli shtrëngon Nofullat dhe tund kokën me shgënjim. Kjo nuk është dramë, Gjesti. Është realitet. Ti duhet të kishe nderin dhe respektin që të kesh një vajzë si unë në krah, por e humb gjithmonë këtë mundësi duke u sjellë si një fëmijë i papjekur. Gjesti e vështron, duke u përpjekur të mos tregojë se fjalët e saj e kanë prekur. Ai afrohet pak dhe me një zëmë të butë i thotë, Egli, unë të vlerësoj më shumë se ç'mendon ti, thjesht ndonjëherë nuk e di si ta tregoj. Egli tund kokën dhe psheretin, ende e pavendosur nëse mund ta besoj atë. Do doja që ta dëshmoje këtë me veprime, jo vetëm me fjalë. Sepse unë nuk do jem këtu për të pritur për gjithmonë. Pastaj, pa thënë më asnjë fjalë, largohet duke e lënë Gjestin të menduar pas saj. Gjesti, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim sfidues, i afrohet Eglit, e cila po rri e ulur duke u menduar. Ai e vëren me vëmendje dhe, me ton ironik, i thot, Egli, hajde mos na e shit mendjen tani. Ti e di shumë mirë që unë nuk i ha këto lojrat e tua. Më mirë lëri këto gjëra, se nuk më bin dot me këto filma që bën. Egli, e nervozuar nga qëndrimi i tij, kthen kokën dhe e shikon me sy të ngushtuar. Cilat lojra, Gjesti? Unë nuk luaj me askën. Ti je ai që gjithmonë mundohesh të më provokosh. Gjesti qesh dhe tund kokën. Unë të provokoj? Hajde se na mbushe mendjen. Po ti ke luajtur kaq herë këtë lojë që tashmë e di si përfundon. Prandaj, mos u mundo kot se unë nuk bie më në këto gjëra. Egli e shikon me nervozizëm dhe kap duart në bel. Pse gjithmonë mendon se unë po bëj ndonjë strategji? Unë nuk kam nevojë për lojra, unë jam e qartë me ndjenjat e mia, ti je ai që gjithmonë nuk di çfarë do. Gjesti e vështron për një moment në heshtje dhe pastaj afrohet edhe më shumë, duke i folur me zë të ulët, sikur të donte ta sfidonte edhe më shumë. Nëse je kaq e qartë, atëherë pse sillet gjithmonë si një film dramatik çdo gjë që bën? Relaksohu pak, Egli. Nuk të shkon të bësh kaq shumë drama. Egli pshertin e lodhur dhe tund kokën. Më mirë largohu, Gjesti. Nëse mendon se unë po bëj filma, atëherë mos shiko. Ajo kthehet dhe largohet me hap të shpejtë, ndërsa Gjesti e ndjek me sy, duke buzëqeshur lehtë, i kënaqur që sërish kishte arritur ta ngacmonte. Gjesti, me një buzëqeshje ngacmuese në fytyrë, i futet në dush Eglit pa paralajmërim. Egli, e befasuar, lëshon një britm të lehtë dhe e shikon me sy të hapur. Gjesti. Çfarë po bën këtu? Thot ajo me nervozizëm, duke u përpjekur të largohet nga ai. Gjesti qesh me ironi dhe hedh ujin mbi të, duke e bërë situatën edhe më të sikletshme për Eglin. Pse kaq e tensionuar, Egli? Nuk është hera e parë që lahemi të dy, apo jo? Thot ai, duke qeshur dhe duke u afruar edhe më shumë. Egli, duke u përpjekur ta shtyjë me dorë, shfryn, nuk është punë tensioni, thjesht nuk ke asnjë respekt. Del që këtej. Por Gjesti nuk duket i shqetësuar. Ai vazhdon të lahet i qetë dhe i hedh një vështrim Eglit nga lart poshtë.
Hërmëmë. Sot nuk dukesh dhe aq mirë. Je lodhur apo thjesht ke nevojë për më shumë kujdes për veten? Thot ai me një ton të lehtë ironik. Egli acarohet edhe më shumë dhe i kthen me nerva. Ti je i pakuptim. Vetëm çollashimi mua pa pushim. Nuk e kuptoj si nuk lodhesh duke u sjell kështu. Gjesti ngres supet dhe qesh duke vazhduar lojën e tij provokuese. E po, dikush duhet ta mbaj humorin gjallë në këtë shtëpi, apo jo? Mos ma merr për keq, Egli, thjesht po argëtohem. Ajo pshertin e zemëruar dhe, duke tundur kokën, largohet nga dushi, e lodhur nga sjellja e tij. Gjesti mbetet pas duke qeshur dhe duke e ndjekur me sy, i kënaqur nga fakti që e kishte acaruar edhe një herë tjetër.